Pas një periudhe të gjatë të karakterizuar nga mungesa të theksuara në numrin e gjyqtarëve, gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë ka arritur më në fund të plotësojë organikën e saj, duke numëruar tashmë 16 gjyqtar, aq sa parashikohet në strukturën zyrtare të institucionit. Për vite me radhë, kjo gjykatë ka funksionuar me kapacitete të kufizuara, si pasojë e largimeve të gjyqtarëve nga procesi i rivlerësimit kalimtar, i njohur si vettingu, por edhe për shkak të transferimeve drejt gjykatave të tjera në vend. Kjo situatë ka sjellë një ngarkesë të konsiderueshme pune për trupën gjyqësore ekzistuese, duke ndikuar në ritmin e shqyrtimit të çështjeve dhe në kohën e pritjes për qytetarët që kërkonin drejtësi. Plotësimi i organikës është realizuar gradualisht gjatë muajve të fundit. Emërimi më i fundit është ai i gjyqtares Besmira Arshiaj, e cila ju bashkua gjykatës së Vlorës gjatë muajit qershor. Ajo vjen nga gjykata e Kukësit, ndërsa është me origjinë nga Vlora. Karriera e saj në sistemin e drejtësisë ka nisur pas përfundimit të shkollës së magjistraturës, ndërsa më herët ka ushtruar detyrën e juristes pranë zyrës së regjistrimit të pasurive në Vlorë. Rikthimi i saj në qytetin e origjinës konsiderohet një zhvillim pozitiv për institucionin, duke sjellë një profesioniste të re në trupën gjyqësore. Përpara emërimit të Besmira Arshiajt, gjykatës së Vlorës ju bashkuan edhe gjyqtarët Renata Kocaqi, Etienne Isak dhe Edona Vajushi, duke kompletuar përfundimisht trupën gjyqësore sipas organikës së miratuar. Një tjetër karakteristikë e gjykatës së Vlorës është se tashmë ajo përfaqësohet kryesisht nga një brez i ri gjyqtarësh. Shumica e anëtarëve të trupës gjyqësore janë në moshë të re, çka shihet si një mundësi për të sjellë energji të reja, qasje bashkëkohore dhe një ritëm më dinamik në administrimin e drejtësisë. Në krye të institucionit ndodhet kryetari i gjykatës Fioral Behari, i cili gjithashtu përfaqëson një brez të ri drejtuesish në sistemin gjyqësor. Plotësimi i organikës pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e funksionimit të gjykatës. Me një numër të plot gjyqtarësh, dosjet do të mund të shpërndahen në mënyrë më të balancuar, duke ulur ngarkesën individuale të secilit gjyqtar dhe duke krijuar mundësi për shqyrtim më të shpejtë të çështjeve civile dhe penale. Pritshmërit janë që në muajt në vijim të ketë një ritëm më të lartë në zhvillimin e proceseve gjyqësore, si dhe një reduktim gradual të stokut të dosjeve të mbartura ndër vite. Kjo do të përkthehet në më pak pritje për qytetarët dhe bizneset që i drejtohen gjykatës për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të tyre. Pas një periudhe të gjatë problematike të shkaktuara nga procesi i reformës në drejtësi dhe mungesa e burimeve njerëzore, gjykata e shkallës së parë në Vlorë duket se hyn tashmë në një fazë të re të funksionimit të saj. Me organikën tashmë të plotësuar dhe një trup gjyqësore të rinovuar, institucioni pritet të ketë më shumë efikasitet në administrimin e drejtësisë dhe në ofrimin e një shërbimi më cilësor për qytetarët në të gjithë territorin që mbulon gjykata e shkallës së parë në Vlorë.